Të nderuar miq të sportit, përshëndetje drejt për drejt nga Studio Sport, siç na keni ndjekur edhe në ditët e mëparshme, jemi së bashku në emisionin Emocionet e Botrorit. Në fakt kjo studio ka promovuar vazhdimisht vllazninë e futbollit, vllazninë e gjitha sporteve, por ky është muaj i Botrorit dhe tashmë jemi çdo natë në emision. Sonte jemi pak më herët duke pas parasysh se pas pak do të luhet një superndeshje Portugali Spanjë që do të vendosë dhe fatin e skuadrës se kalon në çerek finale. Kam ftuar sonte 3 personazhe të ndryshme, 2 janë trajnerë futbolli dhe një është kolege imi gazetar në RTS Shkodrat që krahas kulturës mulon edhe sportit. Por e nisim me Ndriçim Shtuvinën, ish kapitenin e vllaznisë dhe mu themi edhe tashmë ish koordinatorin dhe trajnerin e Akademisë Vllaznisë, sepse që prej ditës mërkur me stadion, zyrtarisht fillon në stafin teknik të ekipit Beslidhja. Mirë erdhë Shtuvina. Mirë se u gjeta. I sakt jam në këtë koment? Po, është e vërtet, po shpresojmë që vazhdojnë dhe të shkojnë gjonat mirë dhe doja la klubit Beslidhjes që të marrin më shumë dhe të tregojnë më shumë informacion rreth meje. Po diçka për largimin nga akademia mund të keni rezervuar? Po, unë thash... Një përshëndetje, po, normal. Jo lam dormirë, por mirupafshim mendoj. Po, normal, sepse çdo shkodran, jo vetëm unë jam larguar, janë kthyer shumë herë. Unë e kam takuar presidentin edhe kena rënë dakord që unë më vazhdoj një sfidë 3, i na do si miq i shoh. Presidentin Alban Xhaferin. Alban Xhaferin, po, dhe e falenderoj për bashkëpunimin që kena punu bashkë 3 vjet. Jam falenderues, është sjell mirë me mua, korrekt me mua. Po ashtu edhe drejtori Alban Hasani. Gjithë kolegë që kam punu të akademia, i falenderoj dhe shpresoj që një ditar me prapë do punojnë bashkë. Njërën për tyre keni në krahun e djathtë është Ersi Çaku. Mirë erdhe Çaku. Mirë mama veç, faleminderit për ftesën. Botror interesant. Po, shumë interesant. Ka disa raste që edhe na kanë dalë ta jesh parashikime në gjë që mund t'kina thonë. Gjithë një kolege juaj, Arbër Shitani, keni qenë së bashku në emision do ta kemi me pasën sinkron. Ka qenë një parashikues si sa kur komentonte për Norvegjin. Dhe po, aty ka pasur surpriza, por ka pasur edhe parashikime specialistësh. Po, është shumë e vërtetë kjo që thuti, jo vetëm Norvegjia, por surprizë në thojza për mu kanë kena dhe disa shtete të vogla të Afrikës, cilët ndoshta deri para këtij kampionati botëror mund t'i njoh vetëm për plazhe, por nuk ka se njoh për sa i përket botës sportit kryesisht, por sportit po kryesisht futbollit. Ajo cilët po na bën shumë interesante janë edhe intensiteti i ndeshjeve, të cilët janë oraret ndryshme, janë oraret vona, nuk ka as ditë pushim, si ishim shumë në për kampionatet e tjera, cilët kjo pjesa marrumjes fazeve të grupeve, ndoshta në ditë ka kanë pushim, tash nuk ka më. Ky kampionati me 48 skuadra që i ka dhënë mundësi edhe disa skuadrave të tjera të vogla që thash më përpara me kanë pjesëmarrësh, pra për mua është një kombinat shumë interesant. Do flasim për episode edhe me tej, por prezantoj kolegun tim të nderuar Mario Gjini. Mirë mbrëma Gaspar, është vërtet shumë kënaqësi të jesh pjesë e këtij paneli të nderuar dhe do thoja edhe unë diçka ndoshta po hy me një herë në temë duke qenë se është edhe minutazh më i shkurtër kësaj here. Për botrorin është një botror disi ndryshe. Unë jam tifoz italian në fakt dhe Italia dihet që nuk merr pjesë në këtë botror për shkak të atij barazimi me Bosnjë Hercegovinën, por gjithsesi do thoja që është një botror që nuk po mshijon sa duhet. Me numër kaq të madh skuadrash ndonse ka surpriza. Shohim bregun e Fildish, kepin e Gjelbër, nuk shohim vendin tonë që do të donim ta kishim, por gjithsesi është ajo çfarë tha profesori, në fakt që është një botror me skuadra që nga shtete që dikur i njihnim për plazh, sot i shohim edhe për futboll. Është mirë që skuadrat e vogla bëjnë surprizën, po nga ana tjetër një botror me skuadra të mëdha është krejtësisht ndryshe. Unë jam shoj shumë në çdo emision, Maroku bën përjashtim nga ato skuadrat e vogla se ndoshta i përmendi edhe Çaku që kanë ardhur me modesti, por po bëjnë mirë, por Maroku është skuadra zbulimi i
i këtij botërori. Mos harrojmë diçka, që Maroku është vendi i tretë i botërorit në fuqi, kështu që në një farë mënyrë po mban status quo në atij botërorit të fundit. Pra, është vërtet surprizë, do ta shohim nëse do të jetë surprizë përballë Francës në fakt, sepse Franca duhet të jetë testi i vërtet, Kanadaja nuk ishte ndonjë test. Është prova vërtet e Marokut. Prova vërtet, madje un kam dëgjuar shumë analiza që bëjnë edhe specialistët e futbollit në lidhje me Francë-Marok është si një derbi, sepse Franca ka marrë shumë nga Afrika, ndërsa Maroku ka marrë shumë nga Franca. Në një farë mënyrë është vërtet një ndeshje për tu parë. Nëse do të bëjë një surprizë, unë jam për një surprizë të Marokut për hir të vërtetës. Si tifoz italian, Franca ka qenë një ekip gjithmonë i vështirë për Italinë, kështu që duhet që Franca të mos vazhdojë, po më duket se është skuadra më e fortë e këtij botërori aktualisht. Mirë, të nderuar shikues, ky ishte paneli në pultin e transmetimit, janë kolegët e mi të nderuar, Nino Jakova dhe Florian Gerdani, të cilët me siguri kanë arritur të komunikojnë edhe me një mik tjetër që do ta kemi drejt për drejt në studio, është ish futbollisti i kombëtarës së Shqipërisë, një nga yjet e viteve të mëparshme, ish futbollist i Dinamos, Eduard Abazi, është trajner futbolli dhe menaxher futbolli i cili jeton në Porto, në Portogali dhe është përzgjedhur sonte pikërisht për pragndeshjen Portogali-Spanjë, është një njohës i mirë të dyja skuadrave. Gjithsesi, deri në momentin që regjia të jetë gati me Eduard Abazin nga Portogalia, ne nisim me emisionin duke marrë nga një farë mënyrë vullnan. Stupina foli vetëm për prezentimin, për kalimin nga vllaznia tek beslidhja si staf, por Çako dhe Gjini dhanë diçka nga episodet e botorit, po duhet nga të tre, si e keni shikuar këto ndeshje, si e keni shikuar këtë botoror deri në këtë fazë, një përmbledhje ndeshjeve të 1/16 dhe të 1/8 që po luhen deri në këtë moment. Është një kampionat shumë i fortë për mu, skuadrat mëdha si quhen ashtu bashkë me këta skuadrat e vogla janë minimizuar diferencat futboll sepse po i shohim të luajë futboll gjitha skuadrat, por për mu është Anglia ajo që më ka bërë përshtypje, një futboll agresiv, futboll fizik, me lojtarë shumë teknikë dhe besoj që Anglia është ajo pretendentja kryesore për mu për me fitu botënorin. Por gjithsesi janë skuadra shumë të forta, siç e përmendët ju, Marokun bashkë me Francën. Por unë e përjashtoj edhe Spanjën dhe Portugalinë sepse në saneshit se kam pa unë, janë disa lojtarë që mu mbajnë përshtypje jo për mirë, sepse janë shumë individualista, majnë top, nuk janë në shërbim skuadrës, nuk janë në urdhna trajnerit, gjë që nikon në fush. Kjo është mendim im edhe çka kam pa unë këtë neshje. Por besoj që është kampionat i bukur edhe me shumë neshje që deri tash kanë dalë disa surpriza. Qimi është folur shumë për problematikën e orareve të mesnatës, po duket që nuk po bëhen pengesë. Unë konstatoj, komunikoj me miq, me tifozët gjatë ditës së Shkodër dhe me pohojnë se kam pak të ndeshje në orën 2, kam pak të në orën 3, pra sakrifikojnë gjumin e natës për ta shijuar botërorin. Nuk bëhet pengesë orari, kjo është ideja. Shiko, ne që jena mësuar me këtë punë, duke pa futboll tani edhe bile me unë me vedi edhe me fëmijët e mi diskutoj se që është neshja vonë s'po e shohim, por më del gjumi vet në trorar edhe i çoj edhe fëmijët për gjumit të pa neshje. Por janë diçka që është kënaqësi me pa futboll. Po çako? Me këtë kampionat botëror thonë që ka rol edhe niveli i punës para ditës, se njerëzit janë po lumë. Jo, në fakt në Europianët e botërorit e mëparshme ku kanë qenë në orët e vona, sidomos në botorin me parshëm, ka pasur masa nga administratat bashkisë apo ndërmarrjeve të ndryshme për kufizimin e orarit. Shqo, mu përsa e përket interesi që ka marrë globi për futbolli, mu më ka qellu në 2 kompeticione me sa kujtari në 2024 edhe në 2018 më duket, kam kënë gjatë zhvillimit e kampionateve europiane dhe botërore në ata vite, më ka qellu me udhëtu jashtë vendit edhe kam kënë nëpër aeroporte, edhe absolutisht interesi i njerëzve ishte total, pra çdo kush shifte me iPad, me laptop, me telefon, në kun kishte edhe ekranet moja që transmetoheshin ndeshjet, pra është një kompeticion të cilet
për mu bota njerëzimi për ullet para këtyre lloj kompeticioneve. Për sa i përket deri tash ajo cilët mu ka bë përshtypje sportivisht, sepse na jena unë edhe për sërqimi, na jena edhe në rolin edhe të trajnerëve. Ajo që mu ka bë përshtypje deri tash është intensiteti shumë i lartë i disa neshjeve, apo kryesisht në përqinë më të madhe të neshjeve të këtij botënorit, skuadrat cilët përsojnë net, skuadrat cilët kërkojnë për të luftuar në çdo centimetër fushet, skuadrat cilët kërkojnë ta fitojnë topin dhe të nishën shumë shpejt në kundërsulme, pra kampanje intensitet shumë të lartë. Skuadrat cilët janë jashtëzakonisht vendosura mirë taktikisht në fushën e lojës. Kjo ka bërë që edhe disa skuadrat e vogla ta bëjnë në këtë kompeticion shumë interesante, sepse tashmë nuk flasim për diferenca të mëdha nëpërmjet skuadrave, nuk flasim më për një Brazil, cilët ndoshta në kushte vitet më përpara Norvegjia nuk ishte llogarit, por tashmë flasim edhe për këto skuadrat e vogla, të cilët ballafaqohen mjaft mirë me skuadrat e mëdha. Biles unë nëse futbolli do të ecin me këto ritme, me këto intensitete, unë thamë që skuadrat afrikane, siç është Maroku, siç është Senegali, siç është Bregu Fildisht, shumë shpejt, shumë vite do t'i shohim komplet në mënyrë barabartë me ekipet europiane, edhe mos ta bëjmë çuditësi mas shumë viteve skuadrat afrikane të jenë të grupi i pretendentëve për ta fituar si kompeticion. Çoku, ne jemi drejt për drejt si gjithmonë në emisionin tonë dhe na ndjekin në miqtë tanë, po kolegët tanë, dhe kam një mesazh nga Fatos Lamaj, që tashmë është i njohur edhe për studion tonë, e përshëndet panelin, por kërkon t'ju përcjell një pyetje nga ana e tij përpos lojtarëve me eksperiencë, thekson Fatos Lamaj, kush ju ka bërë përshtypje nga lojtarët e tjerë të ri të këtij botërori? Mund ka bë përshtypje shumë lojtari paramërtës me numër 6 i Marokut, një 18 vjeç, cilët vetëm thjesht me pjekunin cilët ai interpreton neshjen, mund ka bë jashtëzakonisht përshtypje, pra duke ditë edhe moshën e tij shumë të re, është një lojtar i rritur me sa kam informacion në Francë, ka luajtur me grup moshat e Francës, tashmë ka zgjell një moment të dytë ka zgjell Marokun, pra vendlinjet e Tijatit. Nuk ka bërë jashtëzakonisht shumë përshtypje mënyrës se si lë futboll, mënyrës se si interpreton neshjen ai edhe taktikisht, por ajo që mu më bën edhe përshtypje janë edhe këto lojtarët e vjetër në thojza, sepse tash nuk ka më lojtarë të ri apo të vjetër, ka ai që në maksimumin dhe që në më pak maksimumin, Messi, Ronaldo, të cilët janë pothuajse të botënorin e fundit që losin, ama edhe ato janë përshtat mjaft mirë, sidomos Messi, të cilët është në klasifikimit të gollash e nuzë dhe për mua. Po ta qeni ka ndonjë element të mund ta Jo, besoj jam dakord edhe me Çakun, sepse është një lojtar shumë interesant ai djali. Edhe për kuriozitet kam pa edhe highlightsat e tij, është një lojtar shumë me të ardhmë të mirë. Besoj që ai do jetë në lojtarët më të spikatën të botënorit. Lojtari i Marokut. Se nuk po thojmë nuk po thojmë për lojtarët e Francës, të cilët janë të konfirmuar, sepse unë kam një mendim që Franca ka një fat shumë madh, që ka një Paris Saint-Germain në top formë, top listën e skuadrave europiane. Nuk po thojmë për lojtarët e Parisit, pra siç është Dembele, siç është ky janë shumë zëvendësuesi që bëjnë diferencën. Po që bëjnë diferencën. Këta janë pothuajse ne jemi mësuar me Parisin për nivelet të larta, por ky djali për mua është një zbulim i kampionatit. Edhe Kone një lojtar paramërtës i Francës, cilët ishte lojtari i Romës, më përpara ndoshta edhe vetë kampionati italian, intensiteti i kampionatit italian nuk na ka dhënë mundësi për ta njeh, por mund ka bërë përshtypje shumë për mirë
mënyrë se si interpretohet ndeshja. Interesant është Gaspar në fakt se si i afrohemi fazës çerkfinale të botërorit dhe nuk kemi 3 skuadrat më të titulluara të këtij botërori që janë Brazili, Italia dhe Gjermania. Ky është një fakt interesant dhe ndoshta në një farë mënyrë pas pak për Brazilin Norvegji që mbrëm ka qenë. Vërtet, Norvegjia është një nga surprizat më të bukura në fakt të këtij botërori që ishte historike edhe për arritjen e saj, por edhe mbi të gjitha për eliminimin që i bëri Brazilit. Interesant është se mungesa e 3 skuadrave të mëdha në fazën çerkfinale ka ndikuar në një farë mënyrë, unë po shikoj tani në aspektin gazetaresk, në atmosferën që krijon botërori në përgjithësi në Shkodër. Shohim që këto 3 ekipe kanë patur gjithmonë fansat më të zjarrt. E dim ato skenat që mbahen mend se si dinin të festonin me flamuj gjerman në Shkodër dhe kjo ndoshta ka ndikuar. Tani kjo është edhe një vërejtje për gjithë organizatorët, ndoshta institucionet që nuk kanë bërë shumë sa duhet për këtë botëror, ndoshta për të krijuar një fan zone, për ta shijuar më tepër botëror. E kuptoj që kombëtarja jonë s'është pjesëmarrëse, po mungon në Shkodër në fakt. Mungon një atmosferë botërore. Janë ato njësitë lokalet private. Kam parë deri diku atmosferë të këndshme të tifozëve norvegjes në pedonale që kanë krijuar një stil shumë të veçantë, u bë shumë virale në rrjetet sociale, por në fakt ndoshta ka ndikuar edhe fakti që mungesa 3 skuadra të mëdha në çerkfinale ka zbehur. Fakt 3 skuadra të mëdha, thekson Mario, po a mund të kemi ndonjë skuadër tjetër të madhe që mund të largohet kur kemi parasysh se janë për të luajtur edhe 3 ndeshje. Edhe 4 ndeshje. Për shembull, Argjentinë-Egjipt apo Zvicër-Kolumbi mund të ketë ndonjë surprizë pa llogaritur SBA-Belgjik. Për mua vetmja sepse Portugali-Spanjë po i quaj aty. Nuk është surprizë. Tani varet ku mund të quajmë surprizë në SBA-Belgjik, se të dyja janë surprizë. Belgjika ishte pranë eliminimit edhe ndaj Senegalit, po bëri përmbysjen e madhe. E madhe, po themi, sepse në krahasim favorita në letër duhet jetë Belgjika. Është më lart. Po, favorita në letër, po SBA-ja luan në shtëpinë e saj, kështu që në një farë mënyrë të dyja janë të barabarta. Nuk do të konsideroj asnjërin surprizë nëse do ta kalonte, pra si SBA si Belgjika, po ndoshta jam shumë kurioz të shoh se si do të sillet Anglia ndaj Norvegjisë në fazën çerkfinale, se Norvegjia po më duket ekipi më simpatik dhe e shoh me shumë interes Francë-Marok. Janë 2 ndeshje ndoshta më interesante që krijojnë kërshëri në një farë mënyre dhe gjithë vëmendja unë duhet të ketë surpriza ky botëror dhe kjo është ndoshta e bën edhe më të bukur botërorin, edhe në qëllimin e vet botërori me shumë skuadra ja krijon mundësinë skuadrave të vogla të bëjnë surprizë. Andaj dhe do doja gjithashtu ta fitonte një europiane këtë botëror. Unë e shoh te Argjentinë-Egjipt surprizën. Aty e pret? Po, këtu e pret sepse bëme po në tërësi këto ndeshje që kanë media pothuajse të ekuilibrume, sepse e tha shumë mirë Marë, sepse Portugali Spanja është ekuilibrume me 2 skuadra. Pavarësisht se pak më Spanja, Portugalia nuk është nuk bën shumë diferencë. Belgjik, Amerikë, jo, është kretë ekuilibrume sepse për atë që kollon Belgjika, sikur edhe kishte kanë eliminuar që ishin në grup, nuk ishte kanë surprizë. Edhe Zvicër-Kolumbi e shaf kretë ekuilibrume sepse edhe Zvicra është pothuajse në tu këtë drejt Argjentinë-Egjipt tu unë shef mund bëj diçka ndryshe, mund ndodhi një farë surprizë. Po, mund ndodhi një farë surprizë sepse Argjentinën, sidomos në ndeshjen e fundit me Kepin e Gjelbert, unë e kam pa me të ritëm shumë të avasht, një skuadër e cilët tentohet të luajë futboll shumë avash, një skuadër e cilët tentohet që ta zgjellte vetëm nëpërmjet mesit i skuadrës e cilët momentet që lutet e merrte topin në zotnim nuk ishte hiç e befasishme, kërkoshin të luajshin avash, i nepshin mundësi të Kepet Gjelbert të vendosin mirë, të merreshin ekuilibrat në fushë. Shef një skuadër e cilët është komplet në shërbim të mesit, pra Mesi është një skuadër që momentet që humb topin merrin 10, po Mesin, pra është një skuadër e cilët tentojnë me dalë në sulm vetëm me kamte e Mesit, pra është përgjithsisht është mund të jetë një ndeshje e cilët mund të jep surprizë duke pa edhe ndeshje shumë mira që ka zhvilluar Egjipti në tërësi. Shtupina largohen 2
vende organizatore Kanada dhe Meksik. Në një farë mënyrë bie pak entuziazmi në këto dy shtete. Po, besoj që po, sepse janë tifozat që presin edhe janë me miliona njerëz atje që presin me festu dhe skuadrat e tyre janë largu nga kampionati. Por gjithsesi prapë është interesante edhe po shohim se gjithë bota po një kampionatin botëror dhe është diçka që nuk kalohet lehtë dhe janë njerëzit të fokusuar te neshjet e televizorit. Ka mbetur SBA-ja deri në këtë moment në 3 skuadrat organizatore dhe ka gjasa të ecë me tej. Edhe pse po ka polemika me FIFA-n në lidhje me atë faljen e dënimit, shumë zhurmë po bëhet po thuhet me ndërhyrjen me një telefonat e presidentit Trump ka ndikuar në heqjen e kartonit. Besoj që nuk është pozitive kjo, sepse në futboll po morën vendimet është e pakthyeshme, por gjithsesi rasti i veçantë. Rasti rrallë nuk e kisha një gjuhë ndonjëherë, por gjithsesi janë UEFA, FIFA, këto që janë institucione shumë të në futboll e dinë ata rregulloren më mirë. Ka pasur reagime edhe nga kampi belg. Por gjithsesi Amerikën e shoh të kualifikuar me Zvicrën. Bukur me Belgjikën. Do të vjom të flasim edhe për ndeshjet e tjera të fazës 1/8, por natyrshëm që ajo që pritet me shumë interes është kjo sfida e orës 21 dhe kjo është arsye që ne jemi spostuar në emision për orën 20 deri rreth orës 20:55 për t'ia lënë me pas radhën shikuesve për të ndjekur takimin, sepse kur fillon takimi, kur fillon sfida në një mënyrë nuk ka shumë vëmendje edhe emisioni. Prandaj po futemi direkt tek pra sfida Portogali-Spanjë dhe jemi në pritje me lidhjen me Portogalinë, me mikun ton, me ish futbollistën e kombëtarës që është gati. Unë mendova se ka ndonjë problem teknik se nuk mora sinjal, por kolegët e mi Nino Jakova dhe Florian Gerdani kanë bërë të mundur lidhjen me Edi Abazin. Mirëmbrëma Edi. Ka pak probleme lidhja Abazi? Po tani? Nuk di regjia mund të ndërhyjë të koordinoj paksa edhe bashkëpunimin me Abazin nga Portogalia, është me interes shumë. Një opinion i Edi Abazit është një ish futbollist i kombëtarës të Shqipërisë, jeton prej shumë vitesh në Portogalia, atje ku drejton edhe si trajner futbolli, por edhe 2 djemtë e tij janë futbollistë me ekipet e para portugeze, por edhe me ekipet e kombëtare të Shqipërisë. Edi, edhe një provë tjetër? Mirëmbrëma. Do doni një opinion, ajo na intereson më tepër si e pret Edi Abazi super sfidën Spanjë-Portogali, apo Portogali-Spanjë. Për ju janë 2 skuadra, njëra është skuadra e shtetit ku ju jetoni, por Spanja është krejt afër dhe një njohje shumë e mirë edhe për Spanjën. Është një finale e vërtet. Një finale para kohë, ku të 2 ekipet luajnë një futboll sulmues. Shpresoj që Portugalia të dalë me sukses, për të vetëm arsye sepse do ketë të tjera Spanja mbrapa shpinës dhe Portugalia është më e shpejtë në kundërshtim dhe në sulm të organizuar. Ky është mendimi im personal. Ta mendoni që do të ketë rol përcaktues Cristiano Ronaldo në këtë ndeshje? Po me formacionin që ka bërë Portugalia, është formacioni pothuajse të bazë me Cancelo, Ruben Dias, Renato Vega edhe Nuno Mendes. Në mes fushë janë Joao Neto, Vitinha dhe Bruno Fernandes. Në vend të Real luan Joao Felix, në djathta luan Bernardo Silva dhe Ronaldo. Shpresoj që të 2 luajtësit e Spanjës, po duhen si të dalin vazhdimisht të 2 në të njëjtën kohë, Portugalia duke shumë hapësira nga krahët dhe mund të rrezikojë më shumë se sa Spanja. Megjithatë, Spanja ka një dominim të topit në mesfush,
Nuk lodhet ta që atë dojë topin dhe nuk lodhet që të gjitha të sjellë të shënuar. Të do jetë një finale shumë dhe spektakulare. Është një ndeshje me të vërtetë shumë përcaktuese për të dy skuadrat sepse kalohet në çerek finale, por ju pa tifon që jetoni në Portogali, ku ja jepi notën si skuadër që është më afër kualifikimit? Portugalia në fakt nuk ka treguar vlera të mira gjatë këtyre 4 muajve. Dhe shpresoj që sot të bëjmë një ndërmjet se sa ato që kaluan. Në rast se rendimenti të barabartë me lojrat e kaluara, atëherë Spanja është kandidate për të kaluar. Me kohë të rregullt, shtesë apo edhe penallti mund të shkojë kjo ndeshje? Po kanë provuar këto ekipet që minimalisht të rezultatet kanë qenë gjithmonë, edhe barazime dhe fitore minimale kanë shkuar edhe deri te penalltit. Por shpresoj që sot nuk do të ketë lojë më shtesë, sepse të dy ekipet janë shumë mirë të përgatitura, ambienti është shumë i mirë në Dallas, stadiumi është me ajër kondicionuar, që do kemi një futboll disi më ndryshe se sa nga ajo e kohës së mëzet, ku temperaturat e larta nuk lejojnë kvalitetet edhe individualitetet të bëjnë lojë kolektive. Profesor Abazi, kërkon një komunikim me ju, Ndreqim Shtopina, koordinatori i Akademisë Vllaznia, që vetëm 2 ditë më pas do të jetë në stafin teknik të Beslidhjes, që ka kaluar në kategorinë e parë. Mirëmbrëma, Idi. Mirëmbrëma. Desha një diskutim më shumë me ty, sepse unë e shoh Portugalinë shumë të fortë si skuadër, por nëse Portugalia do losi me 11 lojtar, do jetë shumë e rrezikshme, sepse shoh 2-3 ndeshje ose 4 ndeshje sa janë bë, Portugalia luan me 1 lojtar me pak në fushë. Nuk e di se si janë media që çfarë flasin atje, po është një lojtar që i mrohet jashtëzakonisht shumë, që për mua nuk është profesionale, pa dasht me përmend historinë e tij lojtarit. Besoj që e kupton se çfarë do të thënë. Është një të ndështon, por është diçka që ke shumë të drejtë. Nga njëherë historia në bërë që ne dhe të vendosim që të japim edhe një merit këtij lojtari gjatë gjithë kohës që ka kontribu për një shtet. A kuptoj shumë mirë, loja e kundërshtaruesit është gjithmonë një varësi të ekipit, pavarësisht nga mosha, kundërshtaruesat luajnë me shpirt raporte, janë në varësi të lojës anësore, të krave, janë në varësi të vertikalizimit midis pasimeve shkurtra brenda zonës. Megjithatë, ai vetë tha që ky është kampionati i fundit, ndoshta mund edhe ta dëmtoj Portugalinë në këtë rast, siç e mendoni edhe ju Shtupin, në të drejtë. Kam pas statistikat e Ronaldos, ka bë 5000 metër, 5500 metër një ndeshje, dhe për mua, për një futbollist profesionist në kupet e botës shumë pak. Ato përpime që i ka bë larg zonë të rrezikshme. Për mua nuk i kuptoj edhe këtë trajnier që nuk kanë as guxim të ndrojnë futbollistat, pa dash me përmend historinë, është futbollisti më i madh në botë që ka bërë shumë gola, por gjithsesi vjen një kohë që trajnieri duhet me marrë një vendim për të mirën e shtetit edhe të ekipit ku ata drejtojnë. Nuk e kuptoj pse është kaq frikë kur një profesionist mundet me ne edhe stol me ndihmu ekipin edhe me 20-30 minuta në lojë. Jam plotësisht dakord. Bilesia kam thënë në një nga programet e tjera televizive që trajneri i Portugalisë nuk e ka televizin. E mori si surprizë atë 10 minutë në fundit që ndroi në lojën e kaluar, po shpresoj që sot të ketë një farë shikimi tjetër të lojës, dhe ndoshta më shpejt edhe mund të bëjë këto ndryshime që po mendoni. Neve si komentator kemi ide të tjera, kemi mendime të tjera dhe reale, por në këtë moment nuk se bën Portugalist. Shpresoj që të futet Gonçalo Ramos më shpejt, edhe të ketë një farë nivel tjetër në loja e Portugalist, bashkë me gjithë Francisco Trincão, që është një jashtëzakonisht i mirë i sportivit. Edi, një pyetje ndoshta fundet, sepse nuk po i mbajmë shumë, sepse shumë shpejt fillon edhe takimi. Kush e fiton botrorin? Është një pyetje e përgjithshme që i bëhet çdo komentuesi. Kështu siç erdhën situatat, Argentina është prapë domethënë në elitën e kandidatëve, Spanja, Portugalia, nëse kalojnë njëra ose tjetra.
Dhe Anglia ndoshta mund të sforcohet të hyrë si kandidate bashkë me gjithë Francën. Kjo është kaca që unë mendoj që mund të kandidojnë për titullin të botën në këtë edicion. Ishim me Edi Abazin, ish futbollistin e kombëtarës, sot trajner futbollin e Portogali, shumë i njohur. Përposa asaj që dhe dy djemtë e tij janë futbollistë tashmë të talentuar dhe luajnë me ekipet e para të Portogalisë. Faleminderit Abazi. Faleminderit dhe një përdojnë të shkëqyër dhe inshallah një ditë të Brazilja dalë kampion. Gjithë mira. Mund të jemi sërish me së bashku, nëse Portogalia do të ecë me tej, ju garantoj se do të donim një tjetër opinion me ju në emisionet e ardhshme. Rikthehemi në studio dhe duke pas parasysh edhe rregullat e shme dhe të botërorit, të këtij botërorit që në gjysmën e pjesës e skuadrat me udhëzimin e trajnerit e arbitrave freskohen. Edhe ne të shqip po freskovi pak me ujë Rogova. Faleminderit Rogova që na mundëson edhe ujin për çdo emision, respekte. Prandaj me ujë Rogova po freskohemi ashtu si edhe futbollistët. Këtu është e këndshme në fakt Gaz për kur ndodh në stadium gjatë ndeshjeve kam përshtypjen që nuk duhet të jetë më ky rregull në të ardhmen sepse ndikon në dinamikën e ndeshjes dhe në mënyrë të veçantë kam përshtypjen tek ne si shikues na humbet atë temporitmin ton për të parë ndeshjen kur ja plas pastaj ai pushimi. Pritet të rishikohet që vendim dhe mund të ka pasur si shikues nuk do ta preferoja ta shikoja në kompeticionet e ardhshme. Të futemi direkt tek ajo që komentoi edhe Edi Abazi nga Portogalia. Portogali-Spanjë luhet në orën 21. Edhe njëherë me shtuvinën, sepse debatuat dhe pashën për posa saj që prania e Ronaldos dhe Messit në këtë botëror ka bërë buja, është komentuar me simpati, me vlerësime, ju pashë reagues dhe ndoshta keni të drejtë me ato parametrat tuaja, por opinioni i kërkon, i vlerëson se po kontribuon edhe për skuadrën. Ronaldo ka shënuar, Messi ka shënuar, madje Messi po lufton për trofeun për këpucën e ardhshme. Shiko, janë disa gjëra që në futboll fushat pa ditë, edhe po dashur më ro nesh historisë Messit ose Ronaldos, prap Messi është diçka tjetër sepse ka talent, kurse Ronaldo është i bën me stërvitje me punë dhe vjen një kohë që stërvitja s'tmon më. Është edhe mosha e madhe, por gjithsesi unë nuk e kam me Messin e me Ronaldon, e kam me organizimin e trajnerëve të federatës. Nuk besoj se trajnerët shkojnë deri në atë pikë sa të kenë trysni për t'i ndruar. Ronaldo është ndruar paktën në ndeshjen e fundit. Janë disa gjëra që mu mbajnë përshtypje sepse nuk është ndruar vetëm një ndeshje pak minuta, por janë disa gjëra që janë egoista shumë edhe skuadra le të përmequ topin të Ronaldo edhe për ne si e njohim futbollin më shumë se disa tjerë është pak problem për kjo sepse prishet loja, prishet grupi, mundohen me shku topat të Ronaldo, kur shkojnë topat të Ronaldo hupen topat edhe është pak problem. Por gjithsesi këtë gabim e bani edhe Brazili me Neymarin, është e njëjta situatë, por gjithsesi ato e dinë më mirë se janë specialista më të mëdhenj se ne, por ne po flasim atë që ne më. Konkretisht për sonte, rreth 25 minuta starton kjo sfidë. Të komentojmë shpejt këtë dhe disa çifte të tjera sepse në fund si zakonisht kemi një minutazh të shkurtër për vllazërinë që luan të hetën ndeshjen e parë të konferencës lig përballë Malishevës së Kosovës. Beson se kalon Portogalia apo Spanja, apo me ke direkt? Jo, unë jam tifoz brazilian, por gjithsesi jam më shumë te Portogalia, edhe pse jam pak kritik, por Portogalia ka ekip shumë mirë, te Spanja shoh disa lojtarë individualista dhe nuk zgjidhen ndeshjet ashtu. Me që përmendë Brazilin, ne kishim me pasat për ta komentuar, por ju ardhi keq? Keqardhje? Jo, më ka ardhur keq sepse meritunën më eliminu, një skuadër jo e përgatitur mirë fizikisht, një skuadër avasht, në lojë prap jam të ato njëjtat fjalë përsëris, prap me lojtarë individualista merr top hin triblim, dojnë me triblu ka 2-3 lojtarë për ballë që nuk është e mujtë në futbollin e sotshëm. Prandaj vinë edhe këto gjëra që Brazili. Shikoj shumë tifoz brazilian të cilët janë pajtuar me eliminimin duke kritikuar skuadrën e tyre dhe njëri prej tyre duhet ta pranojmë në Shkodër është një tifoz tipik brazilian, pikërisht Dibra.
Afrimi. Afrim Dibra shumë i njohur, një familje sportive, vajza ti luan basketbol me vazhdin, aktualisht është me kombëtaren e Shqipërisë në Bullgari për eliminatorit e Evropianit, por Afrim Dibra e konsideron opinioni krye tifoz, ka shumë tifoz brazilian Shkodër, për Afrimi në një postim të tij të gjatë fajsonte skuadrën e tij dhe theksonte një ndër ato komentet, analizat se më mirë që u eliminu nga Meksika sepse pa pësuar ndonjë draud tjetër në po bon shpesime më mirë që u eliminua nga Norvegjia sepse mund të ketë nga Anglia në çerk finale. Po, besoj që është e drejtë, sepse më mirë të hi një ekip që të paktën të mesin historisë me të eliminu ata skuadrat e mëdha është pak problem asaj. Me që jemi tek Brazil-Paraguay, unë kisha në program dhe me njerët tashmë po e aktivizoj e kërkoj edhe regjisë, kam një sinkron të shkurtër të shkëputur nga trajneri i futbollit Arber Shqytani, ka qenë në këtë studio së bashku me Ersi Qakun duke folur për botorin dhe për ndër parashikime të ndryshme. Norvegjin e konsideronte një skuadër e cila do t'jetë surprizë. Ta ndjekim nëse regjia ka gati këtë fragment. Realisht pritshmëritë e mia për të pas një surprizë ndryshe prej herëve të tjera është nga Norvegjia, ku gjykoj se ka ndërtuar një kombëtare të mirë dhe unë presi ata që të zhvillojnë një kompeticion shumë të mirë. Pra Norvegjia gjykoj se i ka kapacitetet. Qaku, Shqytani ka goditur në shenjë. I ka rënë në kry. Me thonë drejtën Norvegjia po na bën gjithë përshtypje, tashmë duke e pas, me thonë se mënyrën se si po interpreton ndryshin, është një skuadër cilët e lën kundërshtarin për të marrë ritmin e lojës, por në fund është po i fiton ndeshjet ajo. Por edhe më ram pjesën e parë sikur të shënote penaltia, apo edhe fillimi pjesë 2 sikur endek që për mu ishte në dështimet e këtij kompeticioni, sikur shënote një kundërshtim me portierin, ndoshta ndeshja do të merrte një rrjedhoj tjetër. Por Norvegjia është një skuadër të cilët lët blok, është një skuadër të cilët lët shumë mirë mbrojtje. Por ka dhe një yll brenda. Për mu nuk ka vetëm një yll, po tjetër që ka një Haaland të cilët mëram jashtëzakonshëm në çdo është ndeshje. njëjti nivel golashënuesish me emra të mëdha. Në rast të njëri prej tyre shkon gol. Mos harro se mëram vetëm te një moment te goli i parë ai i mori kohën edhe mori gjithçka, mbrojtësi. Jo vetëm kohën, lartësinë, luftimin i Arsenalit. Por me bën përshtypje Haaland dhe me mënyrën të festuarit të shumë i qetë, shënon gola përcaktues spektakolar, një stadium i tërë me mijëra tifozë festojnë, ai është i qetë edhe në golin e parë, edhe në të dytin. Nuk shpërthen si jeni mësuar. Jo, aja difton atmosferën të cilët kanë ata si skuadër, por difton cilët janë një skuadër thash më përpara që nuk mërziten nëse kundërshtari le të marrë mirë se ato. Nuk ka se mërziten, ato thjesht skuadra kundërshtare mundet me marrë ritmin e lojës, po ata janë shumë kujdesshëm. Nuk është vetëm Haaland të cilët është pjesë kryesore e grupit, aja është tërësisë si skuadër, ka një portier shumë të mirë, ka një lojtar me numrin 6 të cilët ishte luajtur me Bodo Glimt në Norvegji, një skuadër surprizë si në Champions League, cilët për mua pa bërë shumë përshtypje mirë se si interpreton ndeshjen. Kanë dy lojtarë të sulmit tjetër, të cilët janë lojtarë shumë shpejtë dhe shumë mirë, që luajnë shumë mirë një kundër njëshin. Pra është një skuadër e kompletume, të cilët mundet krejt mirë me bë tashmë ja mos surprizën, po të cilët mundet me bë shumë. Po larguar nga kjo ndeshje përsëri me çimin, Brazili në fakt e kishte në dorë vetë ndeshjen, ajo penalti e humbur, nëse do të realizohej, mund të flisim ndryshe për ecurinë e takimit. Vendosja e këtij futbollisti ka krijuar shumë polemika.
Për Ancelotin, për stafin, për grupin. Por Anceloti është ai që ka vendosur pikën me i të kur ta godas penaltin. Po, këta janë gjëra që nolin futboll. Po t'ishte bë gol do ndrote situata, do merrte rrell tjetër loja, po kam qef mos mu tregu, Modest duhet tregoj diçka. Haalandin unë e njoh shumë mirë. Kam luajt me Haalandin Kupë UEFA dhe kur kena bërë analizën për me marku Haalandin mu përsër Besnik Perenga më ka thonë që do ta mosh 1-1. Edhe përgjigja ime kanë si mund ta mojën përsër këtë. Ndash me mojën, ndash mos e moj se s'ka kush e mon më. Edhe unë kam luajt Kupë UEFA atë edhe është në kohën ku luanit me Laçin? Me Laçin, po. Ai ishte në Molde në Norvegji. Ishte një lojtar që bitën si qysh atëherë dhe unë kam edhe foto dhe diçka që i rujt gjithmonë atë. Nëse ke ndonjë foto në celular ma kalon, mua t'ja kaloj regjisë sepse është interesante. Spontaniteti, pra gjithçka ndodh live, pak kush e mendonte se në reqim është Tobina, që është sonte në studio, koordinatori i Akademisë Vllazniat që ka kaluar tashmë te stafi i Beslidhjes, ka luajtur përballë një ylli të tillë si Haaland i cili sfidoi Brazilin. Pikisht ky futbollist që sfidoi edhe skuadrën e zemrës të Shtubinës. Pra fakt interesant edhe për mediat që mund ta shfrytëzojnë, sepse është momenti i tillë. Shtubina ka markuar Haalandit. Duhet fitues apo? Jo, do të nëshë si muaj vlerësimin duhet. Disa herë e kam markuar, disa herë jo, por ishte lojtar shumë mirë dhe fizik shumë i fortë. Është shtatar i fortë. Por profesorin ngarkoj me një përgjegjësi që unë se kisha menduar në për veti edhe në fund të meshit çfarë theksoi profesor Prenga. Po detyrat standardi jam munduar me ba maksimum, por pjesa e lojës ishte shumë i fortë. Pavarësisht se ne na eliminuat në turn atje, por është diçka që për mua nuk harrohet. Ndërsa çimi me kalon fotot në celularin tim dhe unë t'ja kaloj regjisë Mario. Do të thoya diçka ndoshta për Brazili kam përshtypje i dha shenjat e lodhjes që në fillim, që në fazën e grupeve. Tani unë e meritoi Norvegjia apo gaboi Brazili? Tani varet se kam përshtypje që Norvegjia nuk volli asgjë. Ishte vërtet surprizë e këndshme, do të thoja Brazilin nëse do ta kishte shënuar atë penalti, sërish nuk do të na garantonte askush rrjedha ndeshjes do të ndryshonte, se Brazili nuk shfaqi asgjë të veçantë deri në atë ndeshje në këtë botëror. Pra ishte në një farë mënyrë skuadër pretendente në letër, por në fushën e lojës nuk dha po themi premisat e një skuadre që mund të ecë dhe mund të përparonte. Sigurisht do të thoja vetëm diçka për sfidën e derbit iberik. Spanjë-Portugali duke qenë se është një ndeshje që për pak minuta po konsumuan Brazil-Norvegji. Por ndoshta statistikat nuk janë krejt pa vlerë. Në letër Spanja favorite, ka 18 fitore kundrejt 7 fitoreve të Portugalisë, por ama në kompeticione të tilla si botërori apo europiani, Portugalia ka qenë vërtet një kockë e fortë për sa i përket skuadrës së Spanjës, dhe duke patur parasysh edhe për Ronaldo është botërori i fundit ndoshta, kompeticioni pra i fundit i madh në cilin merr pjesë, unë do të thoja që një surprizë e Portugalisë. Vetë Ronaldo ka puhuar përpara gazetarëve, po mund të ndryshojë mendje, nuk i bie. Mund të ndryshojë mendje. Megjithatë do të thoja Portugalia mund të bëjë shumë mirë sonte ndaj Spanjës dhe nuk e përjashtoj mundësinë e një surprize. Në letër janë spanjollët që mund të avancojnë, po edhe statistikat i kanë në favor spanjollët, psikologjinë e kanë kundër portugezët në këtë derbi, por ama portugezët kanë një as në mend që është Ronaldo. Çaku, Portugali-Spanjë. Është një ndeshje ekuilibrume, pra të dyra skuadrat mund kalojnë më mëna, por unë mua të avantaxhuar shoh Spanjën, të cilët është një skuadër që kërkon gjithmonë të marrin në ritmin e ndeshjes, pra kërkon të vetë diktatin e saj qysh në fillim të lojës, duke filluar nga pressingu, mënyrën se si interpretojnë pressingun, mënyrën se si interpretojnë kur ato rifitojnë topin, mënyrën se si kërkojnë të nisën në fundëson, pra ka talente mbrapa të cilët nga moment mundën me bë të keqin kundërshtarit, por megjithash një skuadër që nuk ka psu gole. Këtë thënë një skuadër të ekuilibruar në fushë, një skuadër që din shumë mirë edhe për të mërrit. Ndërsa problemi i Spanjës në disavantazh me Portugalinë, shaqë se Spanja kërkon të losin
losin në hapësin të madhe të persojnë shumë nelt, Portogalia shumë rrezikshme në lojën e ndalume edhe mi gjitha në lojën e nisur në kundërshtume, sepse ka lojtarë shumë shpejt cilët mundën me përfunu një top të fitum 20 metëshin e partë fushës, ata mund të përfundojnë në pak sekonda të forta të mështare. Janë përcaktuar deri tashmë 2 çiftet e çerek finale, janë pikërisht Francë-Marok dhe Norvegji-Angli. Pikërisht tek çifti i dytë, Norvegjia-Angli, rikthehet edhe një herë Haaland, regjia ka foton që Stupina ma kaloi bua, unë e kalova regjisë dhe tashmë vjen në monitor. Shikoni Stupina në krahun djathtë të ekranit me uniformën e Laçit, Haaland në krahun e majt me uniformën blu, fanela dhe mathet bardha, viti? Kjo është viti 2018. Edhe një herë foton, që lutem regjia sepse është interesante. Vitin 2012. 2018. Po. Haaland ka në shut tia. Bukur, thuaj pak me zë me dalë sepse Haaland ka në shu, kurse përsoj qimi jo, po më duket i njëjti, po thuj se. Po më shqit se vitet kalojnë, po më duket i njëjti. Haaland ka në shu, pak ashtë, sikur është. Këtu ishtë kënë trajner Solskjaer dhe diskutimin që kena pas me analizat e ekipit për me se si mund të analoshim Molden, ishin shumë vështira sepse ishte i vetë militar që i bitë në sy dhe ishte golshënues që ishte moshën 19 vjeç ashtu Haalandi. Do një komunikim privat me të gjatë ndeshjes apo ndonjë fërkim apo pas ndeshjes ndarje miqësore? Ndarje miqësore sepse atëherë nuk ishte shumë i njoftën edhe por e kërkonte Manchester United që ishte në atë kohë me bisedimet e menaxherëve që ishin aty. Tashmë që ka marrë famë, këtë foto mund t'ja postosh dhe duke i treguar edhe karrierën tuaj sepse ai futbollistit që ju ka markuar përballë Laçit tashmë është në nivel drejtuese. Janë gjëra në futboll që kalojnë sepse ai është në nivel tjetër. Bukur, ne komentuam deri tashmë të gjitha çiftet, por edhe një herë se u ndalme tek dueli. Duket se kena harru me diskutu pak për mu ndeshjen me intensitet, më shumë Meksik, Angli. Po, e vërtet edhe kjo ndeshje. Meksik Angli super ndeshje, shkurtimisht se do të kalojmë tek vazhdia. Unë e kam njek, Buna zhavarinë për 2, kështu për 3 dhe na jep na dha mundësi me fjetë edhe një orë tjetër. Me thonë drejtën. Do të tregoj një realisht e sot personal. Unë nuk arrita ta kapi orën 2 sepse ashtu me zuri i gjumi mendova që huma pjesën e parë kur u zgjova shikoj se ishin në nxemja akoma. Shikoj sa hadin mos ka ndryshuar ora ashtu. Kur dëgjoj komentatorin rreshtet e shiut atëherë u gjetsova kapa ndeshjen sepse ndodhin donoraret të ndryshme. Aja që mu më ka përshtypje është normalisht Anglia. Anglinë e kena po një skuadër të cilët në kompeticionet e mëdha o ka bërë paraqitje shumë të mira edhe ka kalu manen, ose ka bërë paraqitje të dobta edhe është eliminuar. Më ka një ndeshje me intensitet shumë të lartë. Shpërthej me dy golshin e shpejtë. Po, Anglia, por Meksika ishte një skuadër jashtëzakonisht shumë, po në thojza, siç e thojmë në skuadër garrameçme, një skuadër të cilët çdo top, sidomos në fundin e lojës kërkohet ta çojë në zonë, por ajo që më ka bërë përshtypje është më në fund po me një Angli duke vujt, por duke të rëmfu në fund. Kjo është një sinjal shumë i mirë të cilët unë du me dëshirë të madhe që Anglia tashmë të marrë një trofe, sepse i ka dhënë të mërshi shumë futbollit botëror, i ka dhënë të mërshi shumë kësaj lojës magjike, ka një kampionat për mua që nuk ka të krahasuar me asnjë kampionat tjetër. Sa që po lexosha Tomas Rosički, një prej yjeve të futbollit çek, ai tha në Angli tha futbolli është i tillë, tha në ringun e boksit ka janë 2 veta që rrahen ngrushta edhe dikush ka me ra. Nështë në Itali tha skuadra kundërshtare, skuadra që e dop me kënd tha aja bën po mujtë që ti aja mos më bëllë fashu në një nivel me ty, pra mos më bëllë shukurë e barabar, aja bën shmosin me loj, ma anti loj, që mos mu bëllë fashu e barabar. Duke qëndëruar tek Anglia,
Thot, dhe ju thot me vojtje e kaloj, besoj se edhe Armando Çukun do të kenë vojtur mbrëm si një super tifoz i Anglisë. Sa të nodi e kam takuar dhe më tha 1-2 herë kam pas si zër në gjokës. Është i smur pas Anglisë. Prej vite që kemi, e ka shprehur edhe në studio një gjë të tillë. Unë jam një qytetar në Shkodër të cilët unë e dashuroj vendin tim, në vendin tim pra ku kam lind, nuk ka shethane që unë duhet me kenë lërg shumë vendin tim ku kam lind për unë për me e dash, unë duhet ato jetu këtu. Shkodra është e tillë, gaci, të njeh shumë mirë, nuk kam çfarë shpjegoj. Shkodra është një qytet sport dash, i të mërshëm. Shkodra është një qytet cilët teatri i Mizheni bën koncerte e mush plot. Ka është tifozdek i të mërshëm ke në stadium, ke tifozdek në pedonale sa dush me pra kja Shkodra të cilët i ka dhënë gjithmonë kulturë vendit tonë. Tham në hapjet e emisionit se nuk du të zasim shumë, sepse pas orës 21 nuk kemi vëmendjen e duhur edhe nga opinioni sepse spostohet shikueshmëria tek supersfida Portogali Spaj, por Vllaznia me shpejtësi duke nisur nga ndryqim Shtupina të hetën në orën 20 në Loro Borisi, Vllaznia Malisheva. Është gati Vllaznia sipas jush sepse jeni krejt afër? Po, shiko, gaci duhet mi marrë gjanat me radhë. Vllaznia s'marrë sezonin një shumë mirë, gjanat që nollen të skuadra jonë, por gjithsesi është e kalumaja. Kanë bërë një fazë përdietore të mirë, në kushte të mira. I rezultatet s'na interesojnë sepse janë teste miqësore që janë për të pasur shumë gjana, por unë jam i mendimit edhe i sigurt që Vllaznia duhet ta kalojnë turrin, duhet të përqendrohet për me dhënë maksimumin edhe shohim edhe ata lojtarë që kanë ardhur sepse nuk kena një mendim të saktë pa i pa në fushë. Çaku? Unë jam me përsër Shtupinën, nuk kena një mendim konkret sepse mënyra se si Vllaznia ka bërë një farë ndryshimit në skuadër, pra nuk ka sa skuadra 100% e vjetshme të cilët na njohim, edhe di me dhënë një parashikim. Ka shumë ndryshim. Ka ndryshim, por ajo cilët mu m'jep shumë shpresë është sepse e para është pothuajse me një skuadër pak në nivelin tonë, me një kampionat pak më intensitet më poshtë se ne, por siç është Malisheva edhe mund të japin shumë mundësi për të kaluar një turrin më ndën edhe patjetër që është shumë e vlefshme për klubin për shumë gjëra. Pra duke filluar nga ana sportive tek ana ekonomike tani. Ke shikon me të avantazhuar apo se unë i kam ndjer gati për të lutur nga minuta e parë. Shisha unë kam njek edhe për kampionatit botëror kam njek pak ndeshjet e Vllaznisë, më shumë ai transmetim pa një kanalit YouTube që i ka dhënë Vllaznia, por nuk ka dhënë 2 ndeshje. Nuk ka bërë mirë përshtypje për mirë Toma, Rok Toma, cilët mu duk sikur një sportist ishte shkrenjë komplet me grupin, një sportist që vrapote shumë personë, shumë edhe në atë modelin e Vllaznisë në të kriju me stafin, sikur ju përshtate shumë mirë. Për pos vlerëve në fushën e lojës kam pasur rast, unë dhe kolegët e mi ta intervistojmë kur luante Vllaznia Partizani dhe madje kur i shënoi Vllaznisë dhe në intervistat e tij e shprehur si tifoz i Vllaznisë, dashamirës i Vllaznisë. Dhe një pyetje që ja pa ta bërën personalisht se nëse Vllaznia tregon interes, ai menjëherë u shpreh jam gati për të ardhur tek Vllaznia. Po tjetër, familja Vllaznisë është e madhe, nuk është në diçka sepse me thonë drejtën Vllaznia është një pjesë shumë e madhe. Ka dëshirën, dashamirësinë për familjen, për qytetin. I kanë ndjekur ndeshjet e Vllaznisë në Loro Borisi, sa herë nuk ka pasur ndeshje Partizani i ka qenë i pranishëm në tribunën qendrore të Loro Borisit. Dhe kjo është një aspekt, mendoj se pozitiv. Nuk ka pa vështirë për mirë, pra një djalë cili kërkuat e me dhënë gjithmonë maksimumin. Të pjesa tjetër hala nuk janë përputhur me hala nuk janë shkrim me skuadrën sepse janë të re, por mbetet në vazhdim sepse edhe koha besoj që ka qenë shumë e shkurt, 15 ditë, 20 ditë total që janë bashku, se ka pas lojtarë që mundi bashku i javë masi kanë nisë fazën përjetore, ka lojtarë si puna Mustes, të cilët ta blem është marrë momentin e fundit që për mua mund të jetë një blemi shumë e mirë, sidomos në edhe pse nuk ka qenë me skuadrën, Musa konsiderohet i gatshëm sepse ka kryer, ka konsumuar fazën përgatitore me Elbasanin
deri pak ditë Për mu ka para largimit. Për mu është një bleme e mirë sepse ajo është një lojtar me eksperiencë, është një lojtar vlerat e tij dihen tash më, edhe besoj që do të shërbejnë vllaznisë dhe mos linjën e majt me ikën e Jagos. Mezi presta shokët sfidë. Po, shumë shkurt. E kuptoj hallin e minutazhit. Mezi presta shokët sfidë në stadium sepse është historike, është për herë të parë një përplasje mes skuadrave zyrtare, pra nga Shqipëria, klubeve nga Shqipëria dhe nga Kosova. Me njëra tjetrën është një Euroderbi shqiptar. Vllaznia Malisheva nuk është thjesht vetëm një Euroderbi, po edhe për faktin se Malisheva do të vijë me ish trajnerin Brdarić, që do të thotë se është një derbi më vete. Mezi presta shok kushdo që do të dalë nga ky tur, gjithsesi do të jetë një skuadër shqiptare që do ta kemi në turin e dytë të Conference League. Do të dëshiroja vllaznin patjetër, por testat miqësore, ndonse miqësore kanë qenë disi zhgënjyese ato 6 sfida, duke nisur ndaj Deqiqit e duke vijuar me 5 sfida të miqësore në Sloveni. Si të qofsh, shpresojmë, besojmë dhe dëshirojmë që të mbrëmjen e Sejtës vllaznia ta kalojë me sukses sfidën e parë me Malishevën dhe me pas 16 në Podojeva, atje ku luhet takimi i kthimit të zyrtarizoj kualifikimin. Në orën 20 luhet vllaznia Malisheva dhe kujtojmë që më njëherë pastaj ndeshje në orën 22 luhet Francë-Marok. Kështu që shumë tifozë ndoshta që mund të jenë duke ndjekur ndeshjen vllaznia Malisheva në Loro Boriqi, falë edhe kushteve, ambienteve që ka stadiumi Loro Boriqi me televizoret, me ambientet dhe me lokalet e tilla, mund ta shijojnë ndeshjen aty dhe për ta mbyllur ose në pedonale. Me një birë përpara dhe do të jetë fantastike. Birë ke edhe në stadium. E fundit nga vllaznia është sepse sot klubi i futbollit Vllaznia ka nxjerrë në shitje abonet për sezonin e ri futbollistik 2026-2027, por me një ndryshim nga vitet e tjera sepse përfshihet në abone edhe sfida Vllaznia Malisheva. Pra të gjithë ato që kërkojnë të marrin abonet për sezonin e ri futbollistik, të nxitojnë sepse kanë brenda edhe biletën falas të ndeshjes Vllaznia Malisheva. Kaq për sonte, faleminderit Çim Shtupina. Suksese në stafin e Beslidhjes dhe urojmë t'ju shikojmë në Super League. Shifim në Super League vitin tjetër. Bukur, një deklarat entuziaste dhe pse jo derbi Vllaznia Beslidhja. Çako, faleminderit. Sezon marë, vitin e ardhshëm, keni konsumuar një sezon të kaluar model me Vllaznin B, së bashku me kolegun tuaj Breken Obizi, por shpresojmë edhe me mirë. Faleminderit Gaspar. Mario Xhini, simpatik. Shumë knetësi. Nuk e prisja ka që me entuziazëm dhe një gazetar që mulon prej vitesh kulturën, por kohët e fundit jeni përqendruar tek sporti dhe sonte jam i bindur se dashamirësi tuaj. Arti dhe kultura, por edhe sporti shkojnë bashkë në Shkodër. Janë një sektor. Binom i pandarë. Së bashku me kolegët e pultit të transmetimit Nino Jakova dhe Florian Gërdani, unë Gaspar Marko ju përshëndes. Natën e mirë, miru takoheshim nesër mbrëma në orën 21 për vazhdimsinë e emocioneve të botërorit. Deri atëherë, natën e mirë.